përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të sotëm të Student Stars. E në fakt, sot do të flasim për një tematik që na prek të gjithëve. Mbrojtjen e mjedisit dhe rolin që studentët kanë pikërisht në këtë nisëm. Të ftuar sot kam 2 studentë dhe 2 aktivistë në nismën e mbrojtjes të mjedisit, Dave Kojtarin dhe Giseta Plakun. Përshëndetje dhe është kënaqësi t'ju kem sot të ftuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, unë të prezantova Giseta si studente të AMD-s, po ti në fakt je pjesa e alumnit, kështu që për gjithë ata që po na shohin në këto momente një prezantim të shkurtër tuaj. Dave, ta fillojmë nga ty me që ty të kemi student. Unë jam Dave Kojtari, student i vitit të 2 fizioterapi dhe aktivisti kësaj nisme prej 1 viti e gjysmë. Kurse unë Giseta Plaku jam ish studente në administrimin publik, shkencat politike e juridike dhe gjithashtu jam aktiviste që në moshën 18 vjeç, ku kohët e fundit jam marrë edhe me rastin konkret për cilën do flasim, mbetjet e lumenjve dhe mbetjet e plastikës nga River Cleanup. Pyetja ime për të dy ju është, si lindi interesi juaj dhe çfarë ju motivoi për të bërë pjesë e nismës për mbrojtjen e mjedisit? Atëherë po filloj unë. Unë konkretisht kam jetuar 18 vitet e parë të jetës time në fshat dhe isha bërë njësh me natyrën. Pra, unë kisha një jetesë, le themi, të shëndetshme me natyrën përreth, me shumë gjelbërim, dhe kur erdha për studime këtu në Durrës, e ndjeja që kishte një mungesë shumë të theksuar të gjelbërimit dhe shumë plastik, shumë mbetje plastike të cilat ishin shumë problematike për qytetin dhe mendova që të isha pjesë e kësaj nisme do ishte gjë më e bukur që mund të bëja. Si fillim investim për veten time në aspektin qoftë komunitetit ku jetojmë. Po, patjetër, qoftë komunitetit ku jetojmë, ambientit e tjerë, edhe njerëzve vet. Dave, po ti si ka qenë kjo eksperiencë? Ndryshe nga Giselda, unë jam lindur dhe jam rritur në Durrës. Duke u rritur këtu, normalisht kemi parë ECA-ke, domethënë të pjesa e mjedisit, dhe kemi pasur edhe rastet aktuale, për shembull tek pjesa e përmbytjeve, kemi pasur rastet e bllokimeve të lumenjve nga pjesa e mbetjeve plastike. Dhe kjo në mënyrë të drejtë për drejtë të bën ty të shikosh se sa impakt të madh kanë mbetjet plastike apo ndotja e mjedisit në mënyrën se si ne jetojmë. Si e shikoni rolin e studentit në nismën që ju keni dhe mendoni që studentët janë mjaftueshëm, jo vetëm studentët, por në përgjithësi të rinjt, janë mjaftueshëm të informuar në lidhje me nismën tuaj ose me mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë që ajo ka? Studentët janë të informuar, të paktën një pjesë e tyre, por vetëm ndërgjegjësimi nuk mjafton. Gjithçka duhet të vazhdojmë me veprim, sepse pa veprim nuk ka rezultat. Dhe normalisht nisma ka filluar që nga Universiteti Aleksandër Mojsiu, duke mbledhur plastik, duke dhënë unë personalisht dhe shumë studentë të tjerë leksione ndërgjegjësimi në disa shkolla nëntëvjeçare për pjesën e mbledhjes së plastikës dhe se si duhet të riciklojmë ato. Kështu që po, veprime janë marrë, por nuk është mjaftueshëm. Gjithmonë nuk është mjaftueshëm sepse gjithmonë edhe më shumë njerëzit kanë tendencat për qenë konsumator, edhe ndoshta ne ndonjëherë e tejkalojmë atë konsumimin që bëjmë. Mbetjet plastike rriten dhe ato ndikojnë drejt për së drejti në mënyrën se si ndodhet mjedisi apo mënyrën se si ne duhet të veprojmë akoma më shumë. Më pëlqeu shumë kjo që the për sesionet informuese dhe ndërgjegjësuese, dhe ti përmendej që ato nuk janë të mjaftueshme për sa kohë që nuk ka veprim, dhe më pëlqeu shumë, sepse ndërgjegjësimi është i vlefshëm vetëm kur ka efektivitet. Është e drejtë kjo që thua. Unë në fakt nuk e di, ndoshta sepse ju jeni tek godina që është në Currila, por në kampus është një iniciativë shumë e bukur që unë e kam vënë re. Në korridoret që janë të zyrave, që ndodhen zyrat e stafit administrativ po edhe akademik në kampus, janë vendosur kuti letre për riciklimin e letrës. Dhe unë e parë që e shquava në një farë mënyre që ishte një zgjidhje shumë e duhur. Sepse edhe konsumimi i letrës është vërtet dhe riciklimi i saj është problem realisht. Dhe sidomos në kampus apo në të gjitha institucionet që e konsumojnë në mënyrë të përditshme në punën që bëjnë. Edhe plastika është akoma më shumë problematik, sidomos kur evidenton faktin që ne kishim problematikën me përmbytjen për shkak të zënies së kanaleve kujdese nga plastika. Gisela, si ka qenë eksperjenca jote ose çfarë të ka motivuar të përfshihesh në nismën për mbrojtjen e mjedisit? Atëherë, është fakti konkret që zysh Laura, pedagoge Laura Gjyli në këtë rast, ka qenë, le them, iniciatore kryesore për pjesën e mbetjes plastike me anë të organizatave të ndryshme që kanë
fokus mbrojtjen e globit le themi nga plastika, kryesisht oqeaneve, deteve, lumejve. Dhe me këtë rast ne u bashkuam kësaj nisme dhe tashmë shqyr kemi pasur dhe aksione konkrete në terren. Dhe studentët janë shtuar, studentët, por jo vetëm, edhe familjar, edhe prindër, edhe fëmijë. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive për ambientin, për natyrën, për qytetin ku jetojmë, por jo vetëm, sepse kemi qenë edhe në qytete të tjera të ndryshme dhe kemi kryer aksione të ndryshme pastrimi. Si e shikoni rolin që universiteti ka në nismën tuaj dhe është një rol aktiv apo pasiv? Ju që të dy paka shumë përmendet që të paktën për Devi rasti konkret që njoja juaj pikërisht apo impakti i parë me këtë nisëm ka qenë universiteti. Mendoni që universiteti jon ka një rol aktiv në këtë nisëm? Unë për mendimin tim mendoj që po. Duke qenë se ka nisur nga një vet pedagoge, biologe le themi, absolutisht mendoj që po. Pastaj pjesa tjetër është ndërgjegjësimi i studentëve. Unë personalisht kam kryer le themi detyra kushti që kemi pasur gjatë studimeve tona, kam kryer dhe e kam trajtuar tematikën e pastrimit. Ka pasur edhe pedagogë që janë realisht janë impresionuar, po suportues, nuk është se kanë ditur për këtë lëvizje dhe janë bashkuar. Pastaj edhe student ka ndodhur, student qoftë edhe në korridoret e universitetit, por jo vetëm. Edhe sot e kësaj dite po shikojmë që numri i studentëve po rritet akoma më shumë. Ne kemi një grup privat le themi në WhatsApp dhe absolutisht numri është shumë i lartë i studentëve dhe gjithashtu reagimi është pozitiv le themi. Madje së fundmi ne kemi pasur një aktivitet në Kepin e Rodonit në Ishëm, ku kemi marrë një nismë me 100 studentë dhe staf akademik, ku mblodhëm plastikën atje dhe ka qenë vërtet një aktivitet shumë i bukur, do thoja. Gjithashtu mua më kujtohet edhe nisma që ne kemi pasur për të mbjellë një pemë në kampusin universitar dhe është vërtet shumë bukur sepse tashmë bëhet pothuajse një vit dhe është shumë këndshëm që ti të kalosh aty dhe të shikosh realisht pemë që rriten, që janë kontributi drejt për drejt i asaj iniciative. Dhe mendoj që politikat aktive që janë pro jo vetëm mbrojtjes së mjedisit, po mbi të gjitha që kontribuojnë drejt për drejt në rritjen e kualitetit të jetës së studentëve janë vërtet politika shumë pozitive. Tani për ta përmbyllur së bashku, cili mendoni që është një mesazh që do ja drejtonit të gjithë studentëve që po ju ndjekin në këto momente? Diferenca është ajo e cila sjell standardin, pra një person i cili bën diçka ndryshe, bën diçka që bën diferencë, bën një impakt në jetën tonë, bën një standard në jetesën tonë. Kurse thirrja ime do ishte që të na bashkohen sa më shumë, jo vetëm student, por edhe të rinj të tjerë të cilët e shikojnë këtë lëvizje, e ndjekin dhe na suportojnë. Kjo jo vetëm për dhe një mesazh sa më të bukur dhe për të ndikuar sa më mirë në jetën tonë, por edhe mbi gjitha për faktin që nëse ne mendojmë që thjesht është një letër aty rreth e rrotullnesh edhe okay, nuk është problem, çfarë do mendonin 8 miliard njerëz nëpër këtë botë, domethënë do ishte një ndotje kolosale dhe është një ndotje kolosale që po bëhet problematike dhe për këtë arsye ju ftoj që të bëheni pjesë e kësaj nisme. Unë ju falenderoj shumë që të dyve dhe ishte kënaqësi që të kisha të ftuar. Ju pres në episode të tjera të Student Stars për të folur jo vetëm për problematikën e mbrojtjes së mjedisit, po edhe për tematika të tjera. Shumë faleminderit edhe për ty që na ftove. Ishte kënaqësi. Ju kujtoj të gjithëve që ndryshimi nuk fillon nga qeveria, ndryshimi fillon nga ndërgjegjja dhe universiteti apo edhe institucionet e tjera arsimore janë pikërisht vendi i duhur për të kultivuar një ndërgjegje të pastër dhe pozitive. Nga unë Kamila Sejdolli, shihemi në episodet e radhës. Ndërkohë, mos harroni të na bëni like, follow dhe subscribe në kanalet tona zyrtare.